Lorenzia Osmani nuk po bëhet e hat këto kohë sërish t'i ndodh një e papritur. Këngëtarja e njohur Lorenzia Osmani, e cila gjatë muajve të fundit ka qenë mjaft e angazhuar në aktivitete të ndryshme muzikore dhe ahindje familjare, ka vendosur të marrë një privull pushimi për të çlodhur dhe për të regjeneruar energjitë e saj pas një sezoni shumë të ngarkuar. Pas një verje të mbushur me koncerte private, festime familjare dhe performanca të shumta në ngjarje të ndryshme, këngëtarja ka ndarë nevojën për të marrë disa ditë larg rutinës pushim dhe angazhimeve të përditshme, duke u fokusuar vetëm tek vetja dhe relaksimi. Lorenzia ka zgjedhur të udhtojë drejt një destinacioni të ngrohtë bregdetar, ku mund të shijojë diellin dhe detin, duke përfituar nga klima e butë dhe peizazhi që ofron kjo zonë. Në një postim të fundit në rrjetet sociale, Lorenzia ka shprehur një ndjesi të çuditshme të bllokimit krijues, duke treguar se edhe pse është larg angazhimeve të zakonshme, nuk po arrin të gjejë frymëzimin për të punuar në muzikë. Ajo ka shkruar: "S'di kam are në pushu, por as një këngë se kam nis. S'jam duke di çka me punu, janë sos i ditë." Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.